Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 5, muaj është i 6, viti 2026, pra 5 qershor viti 2026, vit që po e shkelim për gjysmë. Dhe asgjë nuk ndryshon. Asgjë nuk ndryshon. Vetëm ndryshon ajo që për ditë më tepër shqiptarëve po u merren lidhje të drejtat edhe nacionale, edhe fetare, edhe politike. Por, si puna ime që s'kam ndonjë angazhim tjetër, pra merrem me këtë, sot apo me dije se njërin prej dy zëvendës kryeministrave të parë, pra Aleksandar Nikolovskin, me një shkrim e kam dërguar, e kam paketuar për në Departamentin Amerikan të Shtetit. Pasi askush në Maqedoni nuk merret, dalin në konferenca për shtyp partitë politike, se shprencia aq keq apo aq mirë dhe thonë. Prokuroria e kjo njerëz ulëni dhe shkruani. Dhe i kam shkruar sot Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me trysnin që Nikolovski po bën lidhur me paraqitjet e tij mediatike. Çfarë nuk flet? Folin kundër Shqipërisë, se Shqipëria nuk e meriton garantonte, foli për Orbanin, çfarë nuk tha, ki garantonte se Orbani do fitoj, foli për autostradën korridori 8 i quajtur për atë se më mirë të shkonte nga Ohri, çfarë nuk tha. Pra, ai mundohet që të diktoj një vetë cenzurë të gazetarët, duke i trembur me paraqitjet e tij. Dhe kush është Nikolovski? Për mua s'kush është. I ka ra për momentin thika mjalë dhe është në qeverinë e Mickovskit dhe bën punën e vet. Të gjitha vendimet që i ka bërë kanë bërë vetëm me Pelagoni, regionin e Pelagonisë. Rrugë, autostradë, çfarë nuk është bërë, kanalizime, investime në fabrika. Dhe për atje pas ka para, ndërsa kur qenë ka puna për Maqedoninë Perëndimore, thosh ka, jo, duhet banka për zhvillim, ajo kjo. Dhe lavdërohet mbi 300 milion, thotë kemi investuar në regionin e Pelagonisë. Nuk i vjen hiç as mbar as edhe nuk skuq. Por kupa me kapak, Nikolovski e teproi këtyre ditëve me deklaratat e tij kundër gazetarëve. Po më citojnë, po, se çfarë desh ti? Ne të hekim, nëse e hekim atë që thua ti, lavdërohet se jemi para Shqipërisë dhe para Maltezi në region jemi të parët, e pastaj del deklarata e dhënë qish në dhjetor, sipas kryeministit Mickovski, në vërtet është në nëntor sipas Bashkimit Evropian. Se Maqedonia nuk është lule që i vjen era. Unë jam që Maqedonia të hyjë në BE. Por edhe jam për atë që kjo qeveri e Republikës së Maqedonisë së Veriut, personalisht Mickovski del dhe të thotë, ne jemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk jemi kundër Amerikës, por jemi me Amerikën kundër Iran. Hajde dil thuaj Mickovski. Hajde dil thuaj personalisht ta thuash. Siç nuk e thot as Izzet Megjiti, as Bilal Kasami, as njëri, as Afrim Gashi. Mbulon me atë se në luftën me Shtetet Bashkuara. Dilni personalisht, unë si Mesut Shabani, unë si Mesut Shabani jam për Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa marrë parasysh të gjitha. Dhe është edhe një tjetër që është për këtë. Unë ka kohë që them se çuditën tash situata e Zvërnecit, një pjesë e Vlorës, ku çfarë nuk dolën atje, vetëm shqiptarës kishte. Interesant. Dhe kush nuk përzi në protestat? Ama kush nuk përzi? Unë për Maqedoni e di se Irani ka thojt e gjatë, jo për tash, po prej vitit 2021, edhe më herët. Dhe tash, Shqipni se si qarkullojnë? Shqipni, protestat, Serbi, bile Vučić që shkoj me 81 sërf në Maltezi në Tivat të Marvi, dhe ja këthim prapë. Gjithë njerëz që kishin precedent penal. Shtu edhe në Maqedoni. Po e njëjta gjë po ndodh. Të ngritën këmbë në parlament Nikolovski kundër shtetit shqiptar, duke akuzuar se po mbajnë peng të vërgosur politik Ilir Metën. Edhe pastaj gazetarët i pas kanë fat, janë ne. Unë i kam shkruar
në emrin tim personal si Mesut Shavani, gazetar i shoqatës botërore dhe i shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë, Departamentit Amerikan të Shtetit. Tek pas një viti pritet që del raporti se si është Maqedonia në liridhje të drejtat e gazetarëve. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më të dhe mbani mend. Unë posaçërisht nuk e kuptoj shqiptarët në Maqedoni. Për ditë Bilal Kasami shet, nuk thojnë asgjë, tash e ka ndruar pak politikën, ja, do jepen 100 euro për nxënësit e shkollave fillore. A dini për kur e bëjnë komunët maqedonase? 5 vite Bilal Kasami, 5 vite, ç'bëje ti? Ndaj bashkëpunëtorët tu projekte dhe dikthehemi edhe kësaj. Pra, Irani ka gishtat e gjatëve në Maqedoni. Përzierje e partidave politike në zgjedhjen e rektorit në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Vetëm vëreni se kush e bëri lajmërimin i pari. Dhe çfarë udhëheq? Ne si shqiptar du të thëmë të vërtetën, i dhem dikujt apo si dhem. Këto troje nuk kanë qenë troje të shehlerëve, as troje të bektashinjve, por përkundërzi kanë qenë troje të shqiptarëve mbi të gjitha, të cilët për përkatësinë fetare kanë pasur shumica dërmuese më tepër se 90% të besimit sunit. Dhe tash dikush investon. Vërtet kanë investuar privat. Shifni se si qarkullojnë. Kush është zgjodh kërrejtë drejtor i një institucioni, një ish gazetar, në thojza, i cili është me dikë, se si dikush nga stafi një shoqatëse qeveritare, e cila boton libra fetar, uron i pari rektorin e tashëm e kështu me radhë. Vetëm shikoni lëvizjet. Dhe shihni se Irani është i pranishëm në Maqedoni. Por, unë çuditem pse nuk e pengon shitja e asaj në Maqedoni, që është vakëf, po pengo ka disa shqiptarëve, në shkrime e kam më tepër. Disa shqiptarëve në Maqedoni zvërleci. Interesant. Dhe, doli sot ai gjati, ka pas një konferencë për shtyp të mrekullueshme. Dhe nuk ka projekte mirator për Zërnecin, Irani të dhëvit situatë. Vërtet. Dhe, hajde be Edi, hajde. Dhe, kjo është vërtet rënqesë. Ta të gjemë për disa qaste Edi Rami, që shkon përkthyes nga Tivati. Të siguroj ambientalistët për projektin resortit. Në fakt, pikë së pari kjo nuk ka të bëjë me ambientalistët, ose po themi nuk ka të bëjë vetëm me ambientalistët, ka të bëjë pikë së pari me një luftë hibride. Armiqtë të vendit, të cilët i njohim, të gjithë ata që e din historinë tonë i njohin ata, iranianët, të cilët janë angazhuar në sulme kibernetike kundër nesh që për një kohë të gjatë, dhe që na kanë bërë kaq shumë dëme sa na kanë detyruar që t'i nxirrim nga vendi, janë pjesë e kësaj për të nxitur narrativën se projekti nuk është ajo që thuhet, por është një marrëveshje midis meje dhe Bibi Netanyahu, gatuar nga Jared Kushner, për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kjo është një prej narrativave dhe ka tërhequr shumë vëmendje. Keni parë shumë video të rreme me qindra mira njerëz që vërtasin Izrael shkon në shtëpi, është e gjitha e rreme sepse nuk ka asgjë të tillë në Shqipërinë reale, dhe është turp. Për ata që i bëjnë të gjitha këto gjëra. Nga ana tjetër, ka njerëz mirëfilli të shqetësuar me qëllime të mira, dhe ju kam thënë, ju them, nuk keni asgjë për të shqetësuar sepse projekti nuk është gati, nuk e kemi projektin. Ti sigurohet për çfarë? Ne kemi qenë të parët që kemi vendosur standardet për projektin që do të vi dhe do të presim projektin. Nuk ka asgjë për të shqetësuar, në qoftë se nuk sheh që numri i allgarive apo i shqiptarëve në mjedisin digital është rritur që ditën e parë të këtyre sulmeve. Është një sulm hibrid. Po pra, të gjithë e kemi të qartë se çfarë qëndron.
dikujt i pengon zhvillimi aq i shpejt, $4 miliard buxheti i Republikës së Maqedonisë për një projekt aty për të ndërtuar një breg deti. Okej. Kjo do vazhdoj, por mund ka befasuar për të mirë Sali Berisha, i cili tha, është pronë private, çfarë duan bëjnë njerëzit? Çfarë duan bëjnë njerëzit me pronën e tyre private? Dhe u bë potere e madhe kur kryetara apo udhëheqësi i Meshiatit, falni Meshiatit, edhe Meshiatit, të Bashkisë Islame këtu në Tetov, lidhur me atë se çfarë projektuan dhe si kaloi një pjesë e pronës së të ashtu quajturit kompleks Arvati Babateqe në pronë të një pjesë, jo krejt, të një ish giganti tashmë veç në shkatrime si për fabrikës Tetex. Dhe, çfarë nuk u tha? Por, sot kjo pjesë ka qenë aktuale. Bashkia fetare islame në Maqedoni, njësoj si bashkia fetare Makedonska Pravoslavna Crkva, janë shoqata jo qeveritare. Shteti është laik në Maqedoni. Por, i mbyll sytë në laicizëm dhe financon nga njerë Makedonska Pravoslavna Crkva. Dhe, Komuna e Tetovës nuk e ka atë luks që të ndaj para nga buxheti i vetë. Por sot kanë bërë një lojë mishmash dhe nuk e di se si ja kanë ndalur ta kalojnë, pa marrë parasysh. Miftinia e Tetovës duhet të delë dhe të deklarohet për shumë çka në Tetovë që janë vakëfe. Nëse kjo është për të blerë heshtjen e miftinisë që është nda sot rreth 20.000 euro, okej. S'pas ka miftinia para, interesant. Pra, miftinia nuk ka kapacitet intelektual dhe njerëzor e moral që të kërkoj pronat e veta. Fufka. Dhe çfarë bën ajo që është veçmë publike dhe deklamuar, atë mundohet që ta shfrytëzoj deri në maksimum. Ne nuk kemi ende ide dhe të qartësisë se sa prona duhet del miftinia e Tetovës dhe thotë pronat të miftinisë në Tetovë janë, tazom, 100.000 hektar, nuk janë ama tazom, janë. Ose s'ka hiç, dilni e bura, pra të ju pagueni, edhe ne ta dim. Jo vetëm i rritni çmimet e varrimit, i rritni çmimet e taksës që duhet të paguajnë për hoxhën, nga 3.000 dinar, 4.300. Dhe plus ajo që është më luksoze, jep këta që janë më të pasur më tepër. Jo, duhet të ketë një tarif. Jo, këta që janë më të pasur më tepër. Ne nuk e dim kush janë më të pasur. Vetëm ju e dini. Nuk është okej për unë vazhdoj. Ja se si është zhvilluar një debat sot në Komunën e Tetovës lidhur me fondacionin që ka kërkuar miftinia e Tetovës, komunës që t'ja kthej tatimin. Atëherë do pyes edhe unë kështu, pasi komuna që ka çaq zemërgjër. Edhe unë jam njeri, edhe mu Zoti më ka dhënë nëpërmes babait tim dhe nënës time. Por 2.500 euro Bilal Kasami mi ka marrë 2021 për një projekt dhe nuk mi ka kthyer. Besi ma ka nda një pjesë të një vendi, nuk ma ka kthyer. Ma ka kthyer, pastaj pas 3 muajve ma ka marrë vendimin prapë, vërtet s'ma ka dhënë as pak vendimin, por vetëm letrën ka shkruar se i merret vendimi. 2.500 euro kërkum nuk janë. Hajdut. Komunë Hajdut. Ku janë parët e mia që i kam paguar për vendin? Dhe del dje një deklaratë lexohet e Bloku Maqedonas i lajmeve se do jep ka 27 leje për vendosjen e kioskave në Tetov. Bithpamuka, Komuna e Tetovës kret Bithpamuka, s'ka pas faj nëse Xhaferi, me të njërit në qafë. Por, kur jemi të bëdi, dhe thëmë edhe këta, ka dalë sot Aliameti dhe feston 24 orën e partisë. Ishma mirë mos e kishë festuar. Dhe deklaratën bombastike në thojza që e ka. Deri vitin 2010 s'ka pasur asgjë. Pse? Ali, thujnë, folet të drejtën për le tjetë dhe në dëmin tënë. S'keni bërë asgjë. Atë që kishte PDSH-ja, ju morët, i ndrut, kretë, në vendet e punë. Keni shtuar dhe një, po, ama jo s'ka pasur asgjë, pse rejsh. Pas të rejnë është.
dërdimi. Jo, edhe ne, se kemi folur Shqip derisa ke arti. Vërtet, ti a ke folur Shqip për çështja, jo ne. Edhe pastaj dëshon të ktheni prapa, jo. Me atë mendim, me atë aktualitet nuk mund të ktheni prapa. Sepse është prit një ren e kulluar. Kush të ngrubi? Kush takohet natën martë ngrubin? Unë apo ju të BDI-s? Ditën takohet me Sasha Mjalkovën. Ta dëgjojmë se çfarë u tha sot në Këshillin Komunal të Tetovës, një debat mjaft interesant për mua, që nuk ja vlen të jetë dhe të kalojë nëpërmes Këshillit Komunal. Por do vi koha dhe bilanc kasome të jape llogari për çdo gjë. Propozim vendim për dhënien e ndihmës së njëhershme financiare Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Muftinia e Tetovës. Ftoj udhëheqësin e sektorit për financa dhe buxhet, zotëri Festim Zëqirit në jetë qarime. Urdhëron. Faleminderit kryetar, përshëndetje të gjithë pranishmit. Do thënë me anë të këtij propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për Bashkësinë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë Veriut, parashihet që të ndahen mjete financiare në vlerë prej 1.144.484 denar. Kjo shumë është e barabartë me shumën të cilën Bashkësia Islame ka bërë pagesë në komunën e Tetovës gjatë ndrimit të pronësisë të një objekti që e ka hudhur mbi vete, gjithsesi ka paguajtur tatim qarkullim. Faleminderit. Vlerësimin e Komisionit për Financa dhe Buxhet ta paraqes kryetarja e Komisionit, zonja Flori Durmishi. Urdhëron. Për këtë pikë të rendit të ditës, komisioni mori qëndrim me 3 vota për, 2 kundër dhe asnjë vot të përbajtur. Dhe të njëjtën ja propozoj Këshillit të Komunës së Tetovës që ta miratojë. Hap diskutim, kush do të diskutoj? Bobi, Agron, Belinda dhe Berat. Ky Bobi është përfaqësuesi i Levicës në Tetovë, në Këshillin Komunal. Почитувани председателе, почитувани советници. Сакам веднаш да бидам јасен. Мојава дискусија нема никаква врска со верата. Исто би зборувал денес доколку пред нас имаше предлог за Македонска православна црква, за католичка црква или за било која друга заедница. Прашањето е принципиелно. Дали буџетот на општина Тетово треба да се користи за враќање на данок платен од верски заедници? Во Тетово живеат муслимани, православци, католици, живеат граѓани кои што не припаѓаат ниту една вера, атеистите. Буџетот што денеска го трошиме е буџет на сите граѓани. Дали општината има утврдено критериуми според кои се доделуваат ваквите средства? Дали утре истото ќе го направиме и за Македонската православна црква и за другите верски заедници? Јас сметам дека верските заедници имаат своји донатори и своји механизми за финансиска поддршка. Доколку некој од нас, како советник, сака лично да помогне, тоа е негово право. И токму затоа сакам да дадам еден поинаков предлог, да не ги трошиме парите на граѓаните, туку сите ние што сме тука дел од Советот, 31 советник и градоначалникот, да ги дадеме нашите паушали, градоначалникот ќе си ја донира својата плата. Bobi, këtë më në fund e tha shumë bukur, kuj e be ai që e vetëm merë. Më nuk pam se pru diçka në komunë. Ja, sot edhe më keq, dëgjoni. Dhe kthejmë prapë kësaj, po 7 komuna përfitojnë nga projekti Rizistran për ndërmarrjet publike. Asnjë nga Maqedonia Perëndimore. A dini kush është ministër i këtij resori? Muhamet Hoxha i Vlenit. Asnjë. Dhe, sepse thot, ndërmarrje komunale të qëndrueshme dhe efikase në RMV. Ky shiti kret ke joni këtu. Pra, është Ministria e Mjedisit Qetësor dhe Planifikimit Hapësinor, ministri nuk ka qenë zëvendës ministria Ani Leshkoska. Pra, ky projekt i cili realizohet në mbështetjen e qeverisë së Konfederatës Zvicerane përmes Sekretariatit Shtetëror për Çështje Ekonomike SECO. Dhe ndëgjoni çfarë thot. 6 milionë gjithë franka zvicerane grant nga SECO. Komunat, dëgjoni me vëmendje, mësoni pastaj se mësuti nuk në lexoj. Berov, Manastir, Koçon, Kumanov, Radovish, Strumic dhe Vinic.
Edhe njerë, Berov, Manastir, Koçan, Kumanov, Radovish, Strëmis dhe Vinic. Dhe dalin këta bithpamukët e Vlenit, rahin gjoks. Asnjëri nuk flet për këto. Merë, ministri i resorit është Muhamet Hoxha. Nuk du të ndërhyej të Muhameti se vjen shumë keq për të dhe shumë gjëna. Nuk ka kapacitet intelektual. Shoker të ngrupit. Ishte zëdhënës i qeverisë, përveç kësaj femnës tash që është zëdhënëse nga bloku shqiptar, 2 më të dobtit deri tash. Gjene kjo femra është më e dobta që ka unë. Matematikën nuk e di. 2 + 2 sa bëjnë. Ka një deklarat katastrofale për një 6-7 muaj. Dhe ku e mba veten? Ситуация приближно може би повече, че има от тази сума što я бара и въза. Но некој доброволно да донира од собствени средства, а сосема друго е Советот да одлучува во име на сите граѓани. Денес не одлучуваме дали го почитуваме, али папа тече. Значи, денес одлучуваме дали јавните пари треба да се користат за ваква намена и дали сите верски заедници ќе имаат еднаков третман во иднина. Затоа сметам дека оваа поддршка, доколку постои волја за неа, треба да биде доброволна и лична, а не задолжителна за сите граѓани на општина Тетово. Да сумирам, лесно е да бидеш дарежлив, хуман и голем верник со кога се трошат туѓи пари. Браво. Затоа дадов конкретен предлог. Да не ги трошиме парите на граѓаните, туку ние сите денес што ќе гласаме за оваа одлука да покажеме личен пример, да донираме по еден паушал плюс градоначалничката плата и тие средства ќе бидат комплетно, дури и ќе има повисоки средства. Si kishtë thonë ai hoqët e prove Bobi. Roga e kryetarit komunës jabe. Ќе покажете хуманост, тај ќе ги донираме нашите паушали. Благодарам. Faleminderit, Bobi. Urnonur. Përshëndetje, nderuar kryetari, nderuar zëvendës kryetar, nderuar kryesuesi i Këshillit, këshilltar dhe ju kolegë të komunës Tetovës. Bobi, më pëlqen mendimi juaj dhe e përkraj plotësisht, domethënë do jemi lumtur sikur prekej kryetari, kryesuesi dhe këshilltarët ta kurseni buxhetin e komunës. Okej, si të pranoni ju edhe unë e pranoj. Edhe unë e pranoj, si të pranoni ju edhe unë. Humori. Edhe njerë, përnderit Bobi për Kryetari i komunës tash me siguri ka bë pare, ha? Për krahjen që më dha për ta kursej buxhetin. Te pika në fjalë, ju që thatë Bobi, me thënë objekti i cili është tani më edhe oficialisht në pronësi të Bashkisë Fetare Islame, është një objekt i cili ka pas një kontest shumë të gjatë të gjithësor, dhe objekti është objekt fetar, por i regjistruar momentalisht është si objekt afarist. Me ligj, objektet fetare me ligj janë të liruara nga pagesa e tatimit në qarkullim, ashtu që ne si komunë për hir të ndihmesës dhe si akt mirësjellje për gjitha proces që u mbaru me sukses në shfrytëzimin e atij objektit për si monument kulturor që është që gjithë që përmendet edhe kolegët, mendoj se duhet ta pranojmë kërkesën e Bashkisë Fetare Islame, gjithashtu edhe nëse do ketë raste nga bashkësitë tjera fetare, besoj që duhet të pranohen edhe ato, ashtu siç duhet ta pranojmë edhe këtë. Faleminderit, Nureddin. Urdhno Akram. Tash një pyetje deri te sektori për financa, me këtë vendim ne sot që do e votojmë, ma hapet rruga për çdo person juridik dhe fizik kur ta bëjë transaksionin e një të dorëzojë një kërkesë të komunës, ndoshta komuna
dhe e liroj nga kjo tatimi i qarkullimit. Pjesa tjetër, dhe me thonë për Fitër Bajram, bashkë me organizatën Ecolife, kom dalë unë vetë, varrezat e qytetit i kena pastru. Është organizatë e cila ka dorëzuar kërkesat e të komuna për ndihmë financiare, mirë po i është refuzu. Kurse Bashkia Fetare Islame, e cila i ka marrë përsipër menaxhimin me varrezat e qytetit, edhe në ditën e Kurban Bajramit kemi qenë dëshmitar për gjendjen e turpshme nga mospasërimi i varrezave. Nëse ata nuk janë në gjendje ti mirëmbajnë varrezat, dhe me thonë këtu është shfrytëzoj foltore publikisht, do të thonë që le të bëjnë në ato një sevap, le të japin donacion të NPKT-tava, e cila të sponsorit i ka me 3 rroga minus, edhe që mos i shohim atë pamje në shëntuar gjatë Bajramit, po ti angazhojnë punëtorët e NPKT-tavës nëse nuk mundën vetë që në Bajrame qera, po edhe në ditët qera, jo vetëm për Bajram, varrezat e qytetit ti ngjajnë, dhe me thonë ta kenë një pamje si duhet ta kenë, jo në gjendje që i pam ne për Bajram. Faleminderit. Agron, unë mendoj se këtu duhet vjen në shprehja e kryetarit të komunës. Ki ka shumë qejf duket se është pastrues. Le ta bëjnë një ditë para Bajramit, le të nxjerr krejt stafin e stabilishmentin e komunës dhe të pastrojnë varrezat. Ke pasi del në për qytet, kurse është shumë pastrues. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, në Maqedoni ka 36.000 familje të cilët janë në Prak apo Buzë, Greminës, Fukarallok. 36.000 familje. Ka 5 antarë, mesatari, ose ai që do marrin 4. 36.000 herë 4, sa bëjnë ata? 4 herë 6, 24, mbi gati 200.000 familje, edhe matematikën shumë të fortë. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, gjithandej, situata ku kanë bëjnë, po, sonte, në vërtet sot, në Prishtinë mbajt edhe protesta e studentëve, të cilët protestuan para ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë kundër mohimit të provimit të korrespondentës në gjuhën shqipe video. Dhe a dini çfarë ndodhi? Unë kur kam mbajtur një protestë vitin 2021 para ambasadës së Shqipërisë në Shkup, si Mesut Shabani, po ta thënë disa ish ushtarëve të QK-s, ishte protesta për lirimin nga burgu të Dritan Goxhait, shtetas i Shqipërisë, të cilin e kërkonte gjykata e Hagës për ta dërguar në Hagë, pa marrë parasysh se ishte shtetas shqiptar, a shteti shqiptar nuk ka kontratë me gjykatën e Hagës, me gjykatën e Hagës ka shteti i Kosovës, dhe nuk ishte shtetas i Kosovës, dhe kjo ishte problemi, por u nxjerr atmosfera aq shumë, dhe unë protestova para ambasadës së Shqipërisë me disa ish ushtarë të UÇK-s dhe një zonjë, luftëtare 3 luftrave, komandante. Dhe, pa ta thënë, nuk ka nevojë, boll është vetë prezenca. Dhe sot lexoj në për disa portale se nuk ka pas numër të madh studentë. Jo, vetë prezenca dhe paraqitja para ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë është akt i madh. Ishte me vlanet, ishin studentë nga Prishtina, Prizreni dhe qytetet tjera të Kosovës, të cilët u mblodhen para ambasadës. Pra, me rëndësi është se kjo dëshmon se nuk u përkra plani që ditën e hënë tha ai në qeveri do e konsultojmë Mickovski. Pra studentët vazhdojnë protestat e tyre dhe sipas asaj që kam informuar, protesta e radhës do jetë në Shkup. Ndaj studentëve shqiptarë të shtet, ata akuzuan Studentët nga Prishtina, Prizreni dhe qytetet të tjera të Kosovës u mblodhen sot para ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Kosovë, në një protestë paqësore për të kundërshtuar padrejtësitë ndaj studentëve shqiptarë të shtet. Ata akuzuan autoritetet e Maqedonisë për mohim të qëllimshëm të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ne si student konsiderojmë që studentët kanë të drejtë të nështruan provimet në gjuhën që ata e njohin më mirë. Asnjë student nuk është më pak profesionist, asnjë jurist nuk është më pak profesionist nëse i nështruat provimet në gjuhën që ai e njeh më mirë. Një shtet është edhe më i fortë kur respekton të drejtat e atyre që kërkojnë barazi, dinjitet dhe përfaqësim. Në mbështjellje me flamurin e UÇK-s, studentja Djelca Perdeshi kërkoi respektim të drejtave gjuhësore akademike të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Gjuha shqipe nuk është privilegj, është e drejtë e çdo secilit. Dhe jemi këto dhe jo rastisht sot, unë kam me vete flamurin e ushtrisë qërimtare të Kosovës që ta dërgojmë në vend amanetin e tyre. Studentët e Kosovës thanë se shumë mësues e figura të rëndësishme kanë dhënë jetën për të drejtat e arsimit dhe ngritjet akademike të shqiptarëve, andaj një diskriminim i tillë nuk do të lejohet. Pa marrë parasysh të gjitha këto, unë mendoj se është dashur edhe para
qeverisë së Republikës së Kosovës të protestohet. E drejtë e tyre protestuese, ata zgjedhin, nuk janë fëmijë, janë të rritur dhe madhor, pra zgjedhin, sepse kur kryeministri i Kosovës atë kam njeriu tim atje, ka lajt thënë të to flesh ke punë. Nuk është okej, pra dhe njerë u përcjell atë që BDI Degan Tetov sot thoshte, 27 kiosje në pronë publike, 0 transparencë nga komunën e Tetovës. Pra të Bilali ngutej që t'i përzore kret që të bëj vend njerëzve, kush do të shfrytëzoj ata? Për çfarë që qëllimi tash vendosen këto kiosje? A do të ketë thirrje publike dhe procedurë transparente? S'ka kryeqytet në botë, edhe Berlini. Berlini nuk është kryeqytet, okej. S'ka kryeqytet në botë që nuk ka, apo qytet i madh që nuk ka kiosje. Vetëm Bilali doli më i mençur, sepse përgatitje për këtë tash. Këshilli i Komunës numër 08/2026 Tetov, kryetari Yusuf Abdulli. Ky vendim hin fuqi nga dita e shpalljes në fitoren zyrtare të Komunës së Tetovës. 20 lokacionet, mirë i pash, lokacioni rruga Shtipit objektet, lokacioni rruga Sava Tasovski para Vareze Ortodoksi objektet, lokacioni qendra sportive Bazeni objektet, lokacioni pjesë e PK Tetov 1 Siraç objektet. Ky Siraçit u knash të dalë me universitetin. Dhe duhet të sqaroj një situatë, vërtet. Pse nuk del të deklarohet në këtë rast me luftën kundër kujt është, në cilën është, me Amerikën apo me Iranin? Dilni, hajde. Hajde profesor, dil. Se ma veten se si baba i shumë shka. Ka shumë shka tjetër që nuk duhet të ta them. Ka shumë shka, po do e ruaj për vete. A e din se shumë shka di. Nuk është. Këtu unë ju përshëndes, pra ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Dëgjojmë nesër mbrëmë.